ky organ të vjen një herë në vit apo 2 herë në vit ose sa herë duhesh ti në vit, në kuvend dhe të vinë të raporton aty dhe ti ke gjithë drejtën e zotit të lëshosh arsenal pyetjesh dhe të kërkosh atë. Jo, këtu I thotë SPAK, domethënë çat keni, çdo informacion, jo ja. Ç'është kjo histori domethënë që të ngrihet një komision tani dhe do shkojë të kontrollojë nga SPAK-u. Po sikur të ngrihet këtyre të SPAK-ut dhe thotë shkojnë të kontrollojnë shtëpinë e këtij Xhafajt ose zyrën e këtij Xhafajt, si I bëhet? Ja, po këtu duhet leje pastaj. Okej, për këta duhet leje për mua jo, ha? Po unë nuk jam institucion I mbrojtur nga ligji. Atë ligjin kush e ka votuar? Se votove ti me 140 kartona. Kur e bën? Kjo funksion kushtetues mbron kushtetuta, detyrim. Pra për këtë po flasim. Çfarë ishte ky ekskursion në SPAK? Jo, kjo ishte një lloj, si të thuash, gjujtje tangent. Shikoj, po duam të hym tek ju. Po. Ne po të duam hym tek ju. Po të duam hym. Ne po të duam hym tek ju. Më besoj një gjë, unë nuk jam në kokën e majorancës të Edi Ramës, por me analizën që mund të bëj dhe parë dhe nga çfarë ka ndodhur në vendet e tjera pak a shumë, sot për sot Edi Rama e ka problem shumë të madh hapësirën që I ka lejuar SPAK-ut. Nuk e parashikoj kështu besoj, ja? Jo, ai ka parashikuar një gjë që çdo lëvizje që SPAK-u e bënte nën dirigjimin e Edi Ramës. Po të vesh re, çdo arrestim apo çuarje përpara drejtësisë në hetim apo si të pandehur nga ana e SPAK-ut ka qenë të programuar. E dinte në Adhamnia, I kishte lëshuar 5-6 muaj përpara dhe pastaj I merrte, domethënë, si më thon, I kishte shtrydhur si limoni dhe pas kësaj ja kishte hedhur SPAK-ut, domethënë që trajtoni si donim. Mbani mend ju që punoi Benamete të punë. Po ti isha unë prokurori I SPAK-ut, ti se di se ku do ishe. Ç'a thosh, ç'a do thot menda? Po pse s'bëhesh prokurori I Belinda Ballukut ti më zotri? Pse nuk bëhesh I Belinda Ballukut? Pra, ky që është bërë pishman, që ka firmosur këtë, është pak po e sigurt. Po mund të ketë të ndërmarrë iniciativa siç ishte ai komisioni Xhafaj për t'ia ulur trysninë SPAK-ut, e ka bërë dhe do vijoj ta bëj. Por sigurisht, SPAK-u ka nga mbas Bashkimin Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, se mos kishte këta të dy, e kishin shkrirë më tani. Se një e quante organizatë kriminale, kurse ky tjetri domethënë e mbyllte me e fshinte fare, e fshinte si institucion. Është qartë. Dhe kjo vjen edhe si një lloj krahasimi me atë çfarë ndodhi në Kosovë. Me gjykatën speciale. Aso kohë në 2014, në 2015, kur votoheshe në Parlamentin e Kosovës, shumë njerëz nga ata që kishin një lloj bonsensi thoshte, po kemi, po e votojmë këtë që po na kërkojnë këta amerikanët. Po minimalisht ta ketë Selin lënë jurisdiksionin në Kosovë, se gjykata speciale e ka në Hag. Pra e të merr dhe të katapulton Hag. Siç çoj. Edhe rrin atje ata tani. Pa vendim gjyqi. Në Paraburgin, I kanë bërë ja 4-5 vite. Bëjnë 6, është në nëntori 2020-s. Po ti pyesësh Hashim Thaçin sot, mallkon veten për atë votë që ka dhënë, si ishte kryeminist aso kohë. Pra, është jemi në të njëjtat kushte. Sigurisht, mos prit që ti ndodhi në një të gjë Edi Ramës. Nuk ka për të shkuar Edi Rama pas hekurave për shkak të SPAK-ut apo kësaj drejtësisë. Për vendimin tim, jo. Për vendimin tim as Belinda Balluku nuk ka për të shkuar, ka për ta mbrojtur me istikam. Ta shohim. Kemi një çështje të fundit, avokat, do ndalemi tek rasti Irena Gjokës. Unë do lutesha regjin që të kalojmë insertin, që kam shpjeguar çfarë ndodhi në këtë gjë, dhe unë rikthehem për diskutim me avokatin. Çështja gjyqtare së GKK-s Irena Gjoka vazhdon të mbetet pezull, pavarësisht ardhjes së dokumentacionit nga Greqia që lidhet me akuzat për fshehje të dënimit të vitit 2005. Këshilli Lart Gjyqësor me 6 vota kundër dhe 4 pro refuzoi ta marrë në shqyrtim dosjen, duke vendosur që ajo të mos trajtohet nga vetë KLG, por t'i kalojë Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë.
Vendimi u justifikua me argumentin se Këshilli nuk ka kompetencë direkte për rastet kur problematika pretendohet ketë lindur pas marrjes së statusit të magjistratit. Sipas antarit Ridvan Hado, KLG ka rol aktiv vetëm kur shkaku i papajtueshmërisë ekziston përpara emërimit, ndërsa në rastet e tjera procedura duhet të ndjek rrugën institucionale përmes LED-s. Për këtë arsye ai dhe shumica e antarëve votuan kundër relacionit që parashikonte nisjen e procedurave brenda Këshillit. Sipasoj, KLG rrëzoi një relacion të hartuar nga 4 antar i cili kërkonte kalimin e çështjes në Komisionin e Zhvillimit Karrierës. Tashmë qeveria e gjyqësorit pritet të mblidhet sërish për të marrë një vendim të ri, nëse dosja e gjyqtares do t'i kalojë përfundimisht Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë apo jo. Në relacionin e lexuar para antarëve të KLG-s, theksoi se vendimi i korrikut 2005 një gjykate në Janin për dënimin e Irena Gjokës, si dhe fakti që ky vendim është arkivuar dhe nuk është ekzekutuar kurrë. Ashtu evidentoi se ndaj saj nuk është marrë asnjë masë shtrënguese, as nga autoritetet greke dhe as nga institucionet shqiptare. Dokumenti nënvizon gjithashtu se Këshilli Lart Gjyqësor është vënë në lëvizje pas kërkesave të ardhura nga subjektet politike. Kujtojmë se prej afro 2 vitesh, gjyqtari e GJKO-s ka qenë në qendër të sulmeve politike nga ish kryeministri Sali Berisha dhe Partia Demokratike, pas vendimeve të saj për masat e sigurisë ndaj Berishës dhe dhëndrit të tij, Jamarbër Maltezit. Nga ana e saj, vetë gjyqtari Irena Gjoka në një shkresë drejtuar KLG-s shpreh se nuk ka kryer asnjë shkelje ligjore duke mos e deklaruar vendimin e gjykatës së Janinës në formularin e dekriminalizimit. Ajo sqaron se asnjëherë nuk ka pasur djeni për një proces gjyqësor apo për një vendim penal ndaj saj dhe se i vetmi episod ka qenë refuzimi i hyrjes në territorin grek pas një shpjegim zyrtar. Sipas Gjokës, vendimi i vitit 2005 nuk ka marrë kurrë formë të prerë dhe bazuar në legjislacionin grek është arkivuar. Për këtë arsye, ajo këmbgul se nuk ekzistojnë kushte ligjore që vënë në dyshim ushtrimin e funksionit të saj si gjyqtare. Mirë, Këshilli Lart Gjyqësor ka vendosur që të mos e trajtojë çështjen e Irena Gjokës në diskutimet që bën në seanset e tyre, por ta kalojnë në Inspektoratin e Lartë të Drejtësisë. Pse nuk e mori në shqyrtim Këshilli Lart Gjyqësor avokat? Vendimi i lishëm? Sepse donte domethënë që të ishte një patate e nxehtë, të cilën nuk donte fare domethënë që ti prishte duart, ti dikte duart, ti prishte duart. Shumë e thjeshtë fare. Kur e anashkalon tangen spaku, pse mos e bëjnë këta? Sepse Këshilli Lart Gjyqësor thotë që ne nuk mund trajtojmë çështjen e magjistratëve për një çështje e cila ka ndodhur përpara emërimit. Po edhe shumë vërtet kjo. Është mund ta bëndë pra këtë. Po, është korrekt. Po Inspektorati i Lartë i Drejtësisë tani. Inspektorati duhet ta trajtojë me patjetër. Po në rast se duhet ta hetojë dhe duhet ta trajtojë. Dhe duhet ta trajtojë dhe të jap marrë dhe vendim. Por nëse ka pasur një institucion në Republikën e Shqipërisë gjatë këtyre viteve që ka qenë amorf total, ka qenë ILD-ja. I tha dhe Rama në rastin, kujtohet në rastin tha, pas ka qenë shuar tha. Ka shuar ky ILD sa gjumja apo. Po, tha kryeministri këtë. Pra nëse ka një institucion amorf është pikërisht ILD-ja e Artur Metanit. Ja ka futur një gjumë, kam 9 vjet thotë mandat, thotë më heq një ligj këtu dhe jam rregull, pas 9 vite ai di shumë s'do jetë më aty. Të ka 9 vite këta. Dhe nuk lëviz njëri 9 vite. Po kush do të lëvizin? Ti apo unë? Është institucioni, okay. Kush dhe? Kështu që ata thjesht këtë patatën e nxehtë ja kanë kaluar me tani, ka thënë po bëjnë një punë, por se ka gjithë këto kohë s'ke bërë asnjë punë. Tu nuk është çështje çka kanë bërë këta më. Ka fate tani kjo çështje se këtu në kam dhe çik tek afatet, se këtu folën për zvarrim. Tu ka është mbyll çdo lloj afati për çështje penale ndaj zonjës së Irena Gjoka. Për çështje penale okay. Po këta mund ta çojnë edhe për 1 vit dhe për 2 vit dhe për 5 vite. Ka është mbyllur historia e Irena Gjokës penalisht. Penalisht okay. Po. Pa te për çfarë? A duhet ta shkarkojnë bëhet pyetja. Ndërprerja e marrëdhënieve, se unë po them shumë, nuk po them shkarkim, po them një gjuhë. Ndërprerja e mandatit. Ndërprerja e marrëdhënies punës me shtetin si gjyqtare. Jo, është ndërprerja e mandatit, hiqet mandati më si gjyqtare. Si gjyqtare, më shkarkimi e saj, por si gjyqtare për shkak të ligjit dekriminalizimit. Ke gënjur në deklarimin që ti ke dhënë në momentin kur je vetuar dhe pastaj mbrapa ke pasur detyrimin për ta dhënë, nuk e ke bërë. Ajo thotë unë nuk e kam pas njohur, nuk e kam pas ditur. Thot Irena Gjoka. Zonja thot po, edhe vendimi është një vendim i jo i formës, por sepse është arkivuar. Okej, tani këtu isha me një nga ata që ka qef domethënë që ti bëj avokati, nuk e di pse ja bën avokati, nuk do ja them sepse kam goxha kështu kolekt dhe nuk dua domethënë merrem me ta. Është mik i mirë, që kaloj. Po po e kaloj këtë. Tani ka një gjë ti Andi. E them për teleshikuesit këtë. Unë nuk e njoh Irena Gjokën.
s'ka rastisur kur. Asnjëherë nuk kam pas një seancë gjyqësore me këtë gjyqtare. Nuk e kam pas as fatkeqësi. Nuk kam asnjë gjë personale me këtë. Por unë lexoj atë për cilën është fakt. Irena Gjoka ka pas detyrimin në bazë ligjit të 2015-s, të dhjetorit 2015, 17 dhjetor 2015, i cili ka hyrë në fuqi në 3 apo 4 janar 2016, ligji i dekriminalizimit, pas 15 ditësh betimi fluturë zyrtar, që të bënte deklarimin si magjistrat, si gjyqtare, tek formulari i dekriminalizimit. Si subjekt që duhet deklaroj, po. Tek pika 5 ose 6 është një pyetje, a keni qenë ju të dënuar ndonjëherë me vendim të formës prerë? Zonja ka thënë jo. Okej, po ta marr mi qenë këtë. Vetëm në 1 sekond vetëm. Po. Te pika 7 thot, a keni qenë ju të dëbuar nga një shteti huaj apo jo? Ka thënë jo. Ka thënë jo. Tani të rrim këtu, nuk po merrem me vendimin, po merrem me dëbimin. Po. Sepse ti mund të më thuash, unë nuk e kam ditur që kam qenë e dënuar. Po që ke qenë e dëbuar, e ndaluar, e ke ditur? Prit. Më sqaro. Dëbimi ndodh kur ti je brenda shtetit të marrin dhe të nxjerrin jashtë. Po, se ka lejuar që ndalimi i hyrjes është kur ti shkon në kufi dhe është diferencë dëbimi dhe diferencë ndalimi i hyrjes brenda një shteti. Prit. Nëse të ndalojnë, nuk ta marrin pasaportën, nuk ta konvertojnë pasaportën. Të thonë ti je ndaluar sepse je person non grata në Greqi, mor zotrin nderuar. Po të marrin pasaportën, ta vulosin thonë ik dit për jashtë. Po, vën kryqet. Po, kur të dëbojnë, të nisi proces. Të thonë me na 15 ditëve, ti je detyruar ti kesh vet ose të largojnë që në atë moment, dhe të ka nisur proces gjyqësor aty. Prandaj është dëbim, nuk është ndalim. Që ta kuptosh. Dhe këtë Irena Gjoka ka vërtetuar katërcipërisht vet. Pse e ka vërtet? Sepse në mars të vitit 2003, kjo zonja i ka dhënë prokuror të posaçme bashkë me bashortin e vet, një personi në Fier, i cili kishte lidhje edhe në Greqi, ky person mbante 2000 emra madje. Ekonomi në Shqipëri, ekonomu në Greqi. Pra që do thotë që ishte një person i cili kishte akses atje. Kishte akses në Greqi. Që të shikonte procedurat për këtë dëbim në Ministrinë e Brendshme dhe në të gjitha institucionet e tjera. E ka firmuar Irena Gjoka këtë prokuror. Po të them, është mars 2003. Vendimi për cilin e përflasim është i 2005-s. 2 vite më vonë. 2 vite më vonë. Tani unë nuk po merrem me vendimin. Ta quaj të mirë qenë, nuk e ke ditur ti. Pavarësisht edhe këto ka historia tjera më së mrapa. Por ti që ti je dëbuar, je larguar nga territori grek jo një herë, po disa herë, 2 herë, për shkak të vizës në pasaport, që ata e kanë konsideruar që ishte falso. Këtë e ke ditur? Po pensoj po se ty të kanë tani kur ti erdhe që bëre formularin e kriminalizimit, çfarë të krijonte ty në kështu e thoshe po më jam dëbuar në vitin 2002 nga shteti grek. Ta gjykonte njëri sot e Irena Gjokën pse tha po. Me frikën se mos doshte ditë dënimi, po tetoi si gjë. Po le të dilte. Sepse është vendimi arkivuar. Po s'ka lidhje fare. Ajo për ligjin e kriminalizimit nuk ka takojë për vendimin e 2005-s fare. Sepse kishte kaluar 10 vite? Po le të kalonte 10, 20 e 30, është vendimi ka marrë në Greqi, ka marrë fund ajo histori. Okej. S'ka lidhje me Shqipërinë më ajo. Ty ligji i kriminalizimit të thotë që ti duhet të deklarosh të shkuarën tënde o zotëri. Të mos gënjesh. Pse ke gënjur? Pse s'e ke deklaruar këtë? Pse nuk e ke deklaruar këtë? Dhe kjo të ngarkon me përgjegjësi. Tani ti kthehesh te dënimi dhe thotë unë se kam marrë vesh se kam ditur dënimin. Po më kur ta nxorri përpara 3 vjetësh, 4 vjetësh, çu bën 3-4 vjet kjo histori. Kur ta nxorri Fredi Beleri dhe Sali Berisha. Pse nuk shkove ti dhe të interesohesh për veten tënde, se në vetë parti të interesohesh, nuk intereson më për ty. Po u që kam dënuar. Po, u që kam dënuar, po. Me abi. Shkon, po me abi. Dhe shkon në atje dhe ka një procedurë globale që quhet rivendosje në afat të vendimit penal ose rivendosje në afat të vendimit civil. Dhe ti shkon dhe nisi procedurë aty, i thua unë kërkoj të më vihet në dispozicion vendimi që më pasini dënuar juve dhe të kem mundësinë e apelimit të këtij vendimi se ju e keni marrë mungesë pa dijenin time. Okej. E ka bërë këtë gjë? Nuk e di për këtë. Se ka bërë. Nuk e ka bërë. Mos thuaj nuk e di, e di unë që s'e ka bërë. Nuk realisht nuk e di. Nuk e ka bërë. Pra, ka shumë pikë pyetje shumë të mëdha këtu. Dhe unë nuk po merrem me profesionalizmin e zonjës Irena Gjoka. Unë po merrem me një gjë të cilën është faktike.
A ka një vendim penal ndaj zonjës Irena Gjoka në Greqi? Po, shumë njerëz janë marrë me faktin se mënyra se si është dënuar, o zotri, unë nuk I bëj ADN-n apo check-upin gjykatës greke. Në gjykatat greke janë dënuar me vjetra me mira shqiptare në mënyrë të padrejtë. Lloj koha ashtu ka qenë. Jo, janë dënuar në mënyrë të padrejtë. Problemi që ndron këtu, mua nuk më intereson se unë nuk do I bëj gjyqin gjykatës greke, mo. Po. Po zotri, në Amerikë është dënuar robi me burgim përjetshëm, pas 30 vjetësh është se s'ka qenë ai, edhe ka dalë për jashtë. Çfarë do të thonë kjo histori? Do I shkrim në gjykatat amerikane. Është më ky vendim. Pyetja ime, a është dënuar apo jo? A ka një vendim penal për këtë? Po. E ç'bën dot I këtë? Se ç'bën? A e ke ditur as e ke ditur ky? Hajde pastaj bëjmë debat shekullor bashkë. Po dëbimin, një lajë vendim, po dëbimin, e ke ditur se ti aty ke qenë. Po pse e ke dhënë prokurën kur nuk e pas kish ditur ti? Se ti ke lënë vetë shenjë aty. Po. Pse ke bërë këtë? Unë e kuptoj logjikën. Treta është sulm sepse ajo gjykoi Fredi Beleri. Kur pas kështë qenë sulm, se durohet tani, se këtu ka një problem shumë të madh. Se pas e ditë sulmi. Fredi Beleri zonja dënoi? Po. Irena Gjoka. Irena Gjoka e ka pas nisur. Se aty dolën gjithë histori. Kur ti pas këtë problem, po pse s'e doje si gjyqtare ti? Pse ti odi ta doje ti o bësh enami? Ka gjyqtar tjerë aty te GKK-ja. Se kam dëgjuar dhe këtë që mund të jetë ndikimi I zotit Beleri, I cili mund. Jam dakord, mo, jashtë kështu. Unë që jam një antikrek, edhe këtë edhe me bindje, se s'mbëhet von fare, s'du të më ja din të botë, po ta them kështu, se kjo është perceptim normal I imi, personal. Unë që jam I tillë dhe nuk e mbroj Fredi Belerin duke parqasjen e tij. Qasjen e tij kundrejt këtij shteti, di të them, po ti më zonjë, kur e kishe këtë lloj problemi, po ti jep një dorëheqjen. Dhe ta gjykon të dikush tjetër Fredi Belerin. Kur ty të ka shkarkuar në 1997 Sali Berisha, të ka shkarkuar si gjyqtare. Ke konflikt interesi? Ke konflikt interesi, po ti jep dorëheqjen më zonjë. Do ta gjykoj dikush tjetër. Pse do të marrësh ti flamurin e iniciativën e gjyqtarës të hekur? Kush je ti? E treta, duroj një sekond se ka shumë kjo. Okej. Përpara se të shkojmë këtu neve, ore, po ti bëjmë çikë sa dënë kësaj zonjës neve profesionale. Po si e kalove vettingun ti me soj? Se unë këtu kisha pyetje tani se. Po si e kalove ti vettingun? Sepse neve ja bëjmë historinë këtyre që kanë ikur me vetting. Po ti si ke kaluar ti vettingun? Lexoni më një sekondë atë. Po kam një pyetje. Po mirë, unë them jo, nuk jam dënuar në Greqi dhe dola I dënuar. Tani çfarë bën kur bë vettingu? Do I çojmë të gjithë shteteve të vendeve anëtare kërkesë për informacion, është apo I dënuar Leonard Karakavi? Ja kanë çuar këtë, po nuk është ky problemi. Sepse këtu marren thon këta gjithollogët thot prokuroria thot ose organi që I ka bërë vettingu I ka çuar shkresë dhe dëshmia e penalitetit ka dalë e pastër. Kjo është të tallëse. Jo, po kur kalon afati dënimit e pastër del ajo. A pra, se më çvendet. Këtu edhe kur njëri ka bërë vrasje, po, ka galuar. Shlyen dënimin, pastaj vjen shkolla e rehabilitimit, normalisht I pasur do I dalin dëshmia e penalitetit. Kam shtypin që kështu funksionon. Pas 30, 40 apo 50 vitesh, në bazë të veprës penale për cilën ti akuzohesh. Në rastin konkret, kjo vepër penale domethënë e ka margjin e dënimit shumë të ulët. Kështu që dëshmia e penalitetit pas 5 vitesh e pasur do dilte, o zotri. Okay. Pas 5 vitesh, e pasë do ditë. Po ç'do duhet kërkonin pra tani? Si gjë do të kërkonin, ata e kërkuan, po unë nuk po merrem me pjesën me këtë të vettingut. Unë po merrem me pasurinë e kësaj zonjës. Sepse këtu është, po primë se e kanë thënë vetë ta. Greta Bungo, që ka qenë relatore e kësaj çështje, bashkë me Valmona Saxhaktarin dhe Roland Ilian, shkruan shprehimisht më zotëri nderuar në vendimin që ajo thotë, domethënë që subjekti në fjalën e Gjoka ka harruar një depozit bankare diku te 20 e kusur mijë euro, ka harruar dhe pjesën takuese në një apartament. I kishte harruar kjo zonjë. Pa deklaruar. Avokat, kisha shkruar një pyetje. Dhe prita marrë këtë. Dhe e bukura, I ndjeri Darien Sina ka bërë një ekspoze, një apelim të jashtëzakonshëm dhe ja ka çuar KPA-s në lidhje me vettingun e kësaj zonjës. Sigurisht për shkak të sëmundjes ai nuk mori pjesë te kjo vettingu dhe në vend të kësaj shkon Irena Nino. Shumë njerëz nuk e din fare se kush është kjo. Nuk dua të merrem personalisht me këtë. Kjo zonja akoma po bër data e gjyqit në KPA e tërheq apelimin. Edhe zonja Irena Gjoka kaloi me shkallën e parë. Kaloi me shkallën e parë.
Tani këtë duhet bëj SPAK-u. Të shkoj dhe lexosh vetë ta lexoj unë. Lexoj, se s'kam syze. A mundet që në një moment caktuar, duke gjetur të tilla problematikash në sistemin e drejtësisë, kuvendi ti teket një momentet që shikot, si nuk e kemi mirë drejtësinë, do duhet të bëjmë dhe një ndërhyrje ose rivetingim. Sepse është edhe rasti i kam përshtypjen i kërkesës së Velia në raport me prokurorin Olzdado, mund gjejmë edhe një sër shkaqesh të tjera, ma mbyll këtu se mbyllim diskutimin. Nëse i ka 94 vota, sigurisht që e bën. Dhe në qoftë se kam përshtypjen po krijojnë precedentet që të krijojnë kushte kuvendit për ndërhyrje. Po edhe sikur të kesh 140 vota, në rast se nuk ta japin okej ndërkombëtarët, këto e kanë fjalën për Washingtonin dhe Bruxellesin, unë nuk besoj se cilat do majorancë qoftë, por edhe majoranca më e frikshme në botë, në Shqipëri do arrinte ta bënte një gjë të tillë, sepse do duhet të përballej me përplasje të madhe të faktorit ndërkombëtar.